Kështë e favorit? Tirana. Pse? Po flasim për 2026. 2026 Tirana është ekipi më në formë. Është ekipi më në formë. Ti besoj nuk je kundër. Unë kam mendimet e mia. Disi të luhatura, po i kam. Unë flas me statistika. Ose ne do bëjmë kështu. Nëse nuk fiton Tirana, po, unë nuk vi më në studio. Momentin që fiton Tirana, gjobën do ta mendoj me Florin, se çfarë gjobë do kesh ti. Dakord jam. Hajde bas prer, po. Pritet bas. E kam gjobën e rëndën. Sa dushut ç'ke. Domethënë unë nuk fitoni dielën ju. Ti do jesh në studio. Tu jam unë. Po u them, uroj të fitoj Tirana se na duhet ditë marri prap studio, edhe ti do të rosh pak. Fiton Tirana. Domethënë fiton. Thamun. Kush e bën diferencën që fiton Tirana? Merkatot e dimrit të dy skuadrave, kush ka tërhequr më shumë? Çfarë ka lojtarit ka pëlqyer më shumë? Lojtari që më pëlqen më shumë te Partizani është Murata, që ka ardhur, por nuk është 100% në ti. Murataj, pse Murataj? Murataj sepse u afron Sul Musa, si Fadaj Rossi, Dibe, Shabani, ç'në Murataj? E para punës e Murataj se ka eksperiencën e dur për një klub si Partizani. E dyta ditë se si fitohet një derbi. Lojtar me grind, po. Është lojtar që ka lloj kimie me popullin e kuq. E vërtet kjo? Edhe kur them Murata sepse momentin që gjon kanë qenë vetë futbollist, momentin që vesh fanellën, kur ke atë lloj dashurie për një klub, do japësh 100%. Pra ti mendon 24 orë për Partizanin, ose për Tiranën, ose për Skënderbeun. Edhe unë them për Muratën që Murataj është blerja goditur e Partizanit në janar. Po te Bardhë e Blut? Redon Xhixa. Redon Xhixa dhe mbrojtësi majt Ndongu. Ti ke emër tjetër, ma thë? Jo. Basilio, po. Ndongu e vërtet është shumë i lëvizshëm. Jam dakord me ty. Pash futbollisti bë diferencën. Ku shikon futbollistin? Futbollisti shikoi në situata 1-1. Pas derbit tash që kishte përballë Ismailin, që Ismaili është shumë lojtar i fortë, edhe nga ana atletike është shumë lojtar i mirë. Po shohësh deri në 70 për shembull, ka qenë fantastik. Nuk ka humbur një duel, po mënyra pasaj si e ka topin dhe si e mban afër, dhe kur është në praninë e kundërshtarit, se si del nga zona e presionit është. Unë them që e futbollisti është rastësisht këtu tek Tirana, për nivelin që ka. Ke qenë ke Tirana, ke qenë ke Partizani, si përjetohet java e derbit? Te Tirana kanë diçka që e marrin me shumë inat. Pra, që ditën e hënë do fitojmë, mytë e morën në kuq, mos shohim gjë të kuqe, komunistat e marrin shumë dhe i mbingarkojnë futbollistat. Te Partizani më qetë. Pra, unë kur kam qenë ke Tirana ishte java e derbit, shumë presion. Shumë presion. Dhe kur vite pasaj nesha, ai presioni të botë aty që edhe të gaboshet. Po të shohësh derbit, shumicën e derbit Partizani ka fituar nga gabimet e Tiranës. Foshtirake e Tiranës. Po. Portieri që ikte topi, që në kohën e Xhipit, që në kohën e Mazrekajt. Po ti shohësh me vëmendje, analizoj. Janë për gabimet e Tiranës. Më kam qenë Partizanin atëherë, Xhevair Sullaj gol. Momentin që pjesa Kashqisë ishte komplet flakadan. Leja jo video faust. 2015. Ka qenë Jorgji Masporte. Është sakt. Dhe unë kur kam pa video Masporte, se i hidhte Flori ka qenë te Partizani, edhe e kam pa atë videon, topi ka shkuar shumë burr. Po. Edhe them Xhevos, por çishte goditje se Xhevo ka goditje në fort. Po. Po sunta se ti po fut topin edhe e portieri se mora vesh tash, ke parasysh. Pra janë gabime që më shumë ka fituar nga si pasojë e presionit. Kurse të Partizani merret më ndryshe. Është javë e derbit. Pra duhet të shohim derbit bukur dielën? Mendoj që po. Derbi me gola. Është me gola. Ky është parashikimi i fortë, pra, që është me gola. Derbi është me gola. Ditmar, ti edhe vetë je trajner, bëre goxha vit mirë të Porrelit, që mbështetet shumë te lojtarët të vendit. Unë nuk është se jam kundër lojtarëve të huaj. Po lojtarin e huaj që unë marr se kam një lloj eksperiencë nga një ekip si Skënderbeu. Unë më lojtarin e huaj që të bëj diferencë. Pra nëse unë marr Marko Radasin, që bëte diferencën, nëse marr Ivan Kozenovicin, që bëte diferencën, nëse marr Pero Pejic, e marr se bën diferencën. Nuk mund të marrë një futbollist tuaj që ka Kosovë edhe për klubin dhe që është në një nivel me futbollistin shqiptar. Kur zhvillu kampionati evropian i U17-s në Shqipëri, Mantho po qesh, e di që dhe ne nuk kishim një futbollist në kampionatin shqiptar. Po mi më bëri dhe ky kampionat që zhvillohet, për kë zhvillohet? Tek mosha do fjalë, po. Po të mosha, po U17, për kë zhvillohet? Me gjithë ato trinj që kanë një ëndër, se por ti kupton çfarë lloj investimi ka i prindit e fëmia? Te baza materiale, te koha, te ushqimi,
të ndjenja, të mërzitia, të dëshira, kur shënon gol, e kupton, është investim shumë i madh te fëmia. Edhe kur shikon ti që nuk vlerësohet kampionati është thënë, se atëherë bie një gjë, se po na largon fëmijët. Po rradhon, nuk është brezim, kur ishim ne kishim me shumicë. Kishte prodhim sa dush në gjithë Shqipërinë. Tash po na rradhon, mos shikojmë Tiranën. Se ne jetojmë Tiranë, shikojmë Tiranën nëse Partizani, Tirana, Dinamo. Hadi ikim çik në Lorne. Hadi ikim çik në Korçë. Me nuk ka ditë marrë më fëmijë që luajnë futboll? Ke shumë pak më. Po ke shumë pak më. Pse? Se bëhet llogaria. Ti që të bësh 17 vjeçarin, 19 vjeçarin, i bishi të lesh mas dorë shkollën. Po. Dhe në momentin që ti le mas dorë shkollën, fokusohesh te futbolli. Po ti kur zhgënjesh nga futbolli që shikon që s'po merr atë që duhet, fillon dhe ç'ndodh? Kjo punë shkon zinxhir. Pra unë ja them Mandhës e thot Florit dhe thon gjohe, s'po ikim në futboll. Nuk diqim me pasioni. Se nuk ja vlen, jo këto nuk japin këtë, jo kjo nuk ja vlen, edhe kështu shkon. Më mirë thotë mbaroj shkollën, se ne kemi pas pasion, ne ishim çfarë mos futbollit. Futboll. Ne rishim edhe 6 muaj pa rroga. 6 muaj valla kemi luajtur futboll në shi, në ver, në ftohtë, në bor, me presione, më the thash, 6 muaj kokër lekut, zero. Na thoshte presidenti ç'kella se do i marrësh lekët. Edhe kur i morëm me të vërtet. Pas njëri thotë, ngjëthës. Po unë siç i mora tha, do mbyll to gropa që kam hapur, tha gjithë 6 muaj. Por edhe siç i mori, shkëti mbylli gropa edhe shkoi prapë aty. Tani Ditmara, ka kampionati shqiptar një lojtar për kombëtare? Mendon që ka një emër për kombëtare? Unë kam thënë para shumë kohësh, po këto kohë të fundit ai ka pas probleme duket, nuk e di me stafin. Unë kam thënë për Lorenzo Vilen. Do të thënë Lorenzo deri në nëntor ka qenë jashtëzakonisht shumë mirë. Nga nëntori mbrapa nuk e di çka ka ndodhur. Edhe Kallav. Pa edhe Kallav. Ka qenë pjesë e kombëtarës, po me formën që po kalon tani, mendoj që ti jep edhe mundësi. Mos u them me Polonin, a? Po ndeshje miqësore që te Liga Kombë. Tani ndeshje miqësore. Ndeshje miqësore s'po jep të mundësia Muçit. Ti japi Kallakut. Tash ke puna Muçit, më thon drejtën edhe në lagje ku shkoj mpysin gjithë Muçi. Tani edhe Muçi ka dhënë maksimumin, po ka diçka këtu. Sepse argumenti jot ti dëgjosh edhe kundër argumentin. Për supuesto. Pra, argumenti jot është që Muçi duhet të jetë me kombëtarin. Edhe unë them që duhet të jetë. Argumenti jot është që Muçi duhet luajë me kombëtarin. Në miqësore të paktën. Po nuk është se vuan Muçi për miqësore. Muçi vuan në arenat e mëdha të futbollit evropian. Tash nuk do të Muçi tash të luajë me Bullgarinë, se me Bullgarinë luajti. Muçi do të luajë neshët e mëdha, Poloninë, me Turqinë. Po tregon në nivelin e vet, po. Se po luajnë me nivel shumë madh. Edhe tani Muçi ka drejt, nuk ka futbollist më në formë se Muçi momentalisht. Po problemi është tu që Tranjeti jep kundër argumentin. Thot zotri, un pa Muçi kam marrë deri këtu. Edhe kjo është e vërteta. Në Serbi ne fitum pa Muçin? Fitum pa Muçin. Ha? Fitum me Ozunin? Fitum me Arber Hoxhan. Po. Tani kush jep të drejtë Tranjetit? Rezultati. Po sa kohë ka rezultat? Sepse gjithë ne thamë ne kur na ra Serbia me nonën, Mitrovica, Gjakova, fillon gjithë ne këto me imun shkijet. Hajde po fitojnë me shkijet ne, po i rapën. Po tash barazum 0-0, s'bon Tranjeri gjithë. Tranjeri pse la penalltin ti e manajt do ta gjut Aslani. Ai s'bon ajo. Kur fiton Serbinë ne nuk ja dha meritë si duhet Tranjerit. Pse? Jepi meritë Tranjerit. Problemi se kishte përgatitur lojën. Përgatitur standarde. Nuk je dakord me ty. Nuk bie dakord. Je nga ata që kritikon. Nuk bie dakord me ty sepse tani më prit. Ora ti i pari vet ke thonë që vetëm ta mundim Serbinë, unë do të heq kapelen Tranjerit. Si e lexon pak atë rinovimin e kontratës Silvinjos? Rinovon me kusht kualifikimin botror deri në korrik 2026. Ka besim ka mbështetjen e dur nga federata. Mbështetja e dur me kusht kualifikimi? Pra nëse nuk kualifikohesh pak a shumë ti e jashtëkombëtares? Rishikohet kontrata. Çka do thotë? Do thotë që mund ketë një rinovim, po me kushte që pretendon federata. Sepse tani flasim drejt. Kur erdhi Silvinjo, e mendonim kualifikimin për në Europian 2024 të drejt. Nuk e mendonim. Vinim nga epoka e Edirejas. Që pavarësisht se Edireja kishte punuar shumë mirë dhe kishte lënë gati, sepse kishte lënë shumë futbollistë gati. Gjithto Ramadani është produkti i Edirejas. Ajeti jo. Ismaili është produkti i Rejas. Broja është produkti i Rejas.
që i mori Direja. Dhe tani ndodh kjo. Asnjë nuk beson te Silvinja. Silvinja na dërgoi në Europian. Silvinja fitoi basin me Yasir Hasanin. Sepse ne gjithë kur pamë Yasir Hasanin, ç'a bën ky ajo kështu ky raketat Hasani më rrjet me Moldavin, raketat me Çekin, raketat me Polonin. Po tani ky që fut të personin ka edhe përgjegjësie, se po të ishim humb ne do kishim kryqëzuar. Po. Ato do bëni. Fitoi basin, bukur shumë. Hoqi Ramadanin në formacioni? Futi Sheun, fillum gjithë si heq Ramadani kështu. Motori serial, Lecce. Vërtet. E fitoi basin me Julian Sheun? E fitoi edhe atë. Po tani ky trajner ka në merit? Ka merit. Tani unë mendoj që ky trajneri kështu e ka nis ka për të na çuar në botror. Më provokon shumë me përgjigjet. Pa jepi pra ha shpreh. Kritika thonë që nuk ka merit trajneri, por është grupi më i mirë i mundshëm që ky ka. Ku i lexon këto? ChatGPT lexon. Jo molla. Kritikat çu thonë që nuk është ka merit trajneri. Thuaj trajner që do bëhet më mirë se Silvinja. Kaq më përgjigj ti edhe gjithë skeptikët. Më thuaj trajner që vjen rrit 365 ditë në Shqipëri. Më përgjigj. Më thuaj trajner që vjen në orën 9 është çdo ditë në federatë dhe në orën 4. Nga tuajt. Se ne jemi mësuar që vinin një javë para, meshin ato lekët, vino bianco, 300 euro per favore. Linguini, filani më thënë, e ka fajin letare dhe viaggio, edhe shkoshin direkt. Apo harrudi. Vërtet, ku nuk e çfarë thua. Po vjen ai Silvino nga Brazili, vjen rri këtu. Tu e kemi ne gjithë, se unë kam shpinë të federatat, kam aty afër. Edhe e shoh ditë për ditë. Po shoh ditë për ditë që është në punë. Në orën 9 është atje, në zyrë. Shikon me stafin e tij me Zabaleta. Zabaleta ka qenë futbollist shumë i madh. Zabaleta e shikosh. Unë kam parë finale botërore atje. Ne shikojmë në televizor apo Premier Liga, finale botërore. Argjentinë Gjermani.